Zoti me madhërinë e vet përmendi argumentet që tregojnë se ai është një, njësimin e tij si dhe fuqinë e tij të plot, për të përmendur edhe disa punë toksore, të cilat gjithashtu tregojnë fuqinë e plotë të Zotit dhe vërtetojnë punët e ahiretit, ai urdhëron e thotë: "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون." Ai është i atill Zot që dërgon erërat përgëzuese përpara mëshirës së tij që është shiu. Më në fund, ato erëra kur ngarkohen me re të rënduar me shi, ne i çojmë në një vend të thatë që është si vdekuri dhe me anë të reve zbresim ujë dhe nëpërmjet ujit nxjerrim lloj-lloj bimësh, ashtu siç nxjerrim me anë të shiut të gjitha llojet e bimëve, po kështu do të nxjerrim prej varesh të vdekurit ditën e Kiametit, mbase ju mendoheni e kujtoheni se ai Zot që është i fuqishëm të nxjerr prej tokës gjithfarë bimësh, ka fuqi të nxjerr edhe të vdekurit të gjallë prej varesh, dhe mos e krahasoni fuqinë e Zotit me fuqinë tuaj. Fahri Raziu thot se erë është ajri në lëvizje, por lëvizjet e ajrit nuk dalin vetvetiu, sepse nëse ajri do të kishte lëvizje natyrale, kudo ku ka ajër duhet të ketë erë. Shumë herë nuk shihet asnjë shenjë ere, dhe kjo tregon se lëkundësi i ajrit dhe krijuesi i erës është veprues me dëshirën e vet. Faali Mukhtar. Fahri Raziu thot se erërat janë shumë të dobishme, ato marrin grimcat e reve që mbajnë shiun, i shtyjnë andej këndej dhe me urdhër të Zotit, i çojnë atje ku ka nevojë, forcojnë edhe plotësojnë rritjen e bimësisë. Erërat janë shumë të dobishme edhe për njerëzit, sidomos era e mëngjesit, era që fryn nga ana e jugut, është si hariq i shiut. Vetëm erërat që fryn nga ana e perëndimit janë të dëmshme, sepse ato i thajnë bimët dhe sjellin disa sëmundje. Ol beledat tayyib يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Bimësia e vendit të pastër me lejen e Zotit del e bollshme, kurse bimësia e vendit të papastërt është shumë e pakët. Ara pjellore je prodhime të bollshme, kështu është edhe për besimtarët, këshilla është e vlefshme për ta. Ara që është bokërim dhe e papastër me ziqit disa bimë, por edhe ato pak janë të padobishme, kështu edhe qafirët janë si ara bokërim, s'përfitojnë asgjë. Kështu i shpjegojmë ajetet tona për atë kom që falënderojnë për mirësitë tona. Zoti për të ngushëlluar pejgamberin tregon polemikat që kanë zhvilluar pejgamberët e mëparshëm me popujt e vet dhe urdhëron e thotë: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim." Betohem në veten time se ne me madhërinë tonë ja patëm dërguar Nuhun si profet kombit të vet, dhe ai tha: "O kombi im, adhuroni Zotin sepse s'ka të adhuruar tjetër për ju veç atij, mos adhuroni tjetër kënd e tjetër gjë veç Zotit, sepse nëse do të vazhdoni në këtë udhë, un kam frikë për ju ndëshkimin e një ditë të madhe, kam frikë se mos ju vjen ndëshkimi në një ditë të madhe në ditën e Kiametit ose ditën e tufanit. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin." Ndaj këshillave të Nuhut, paria e kombit i thanë: "Të shohim ty në një humbje të dukshme, dalalet. Ya qaumi laysa bi dalala, walakinni rasulun min rabbil alamin, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun." Nuhu tha: "O kombi im, unë s'jam në humbje, por jam i dërguar prej Zotit të gjithësisë që t'ju shpall juve dispozitat e Zotit tim dhe t'ju këshilloj. Unë s'kam tjetër qëllim veç këtyre. Prandaj dëgjoni fjalët e mia, pranoni këshillat dhe kërkoni udhë për shpëtimin tuaj, sepse në qoftë se ju nuk do të besoni, Zoti do t'ju mbys me tufan dhe do t'ju ndëshkojë në ahiret. Unë i di këto që ju them, se mi ka treguar Zoti me zbulesë. E wajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apo habiteni që i ka ardhur një njeriu prej jush, zbulesa prej Zotit tuaj, që t'ju friksoj dhe ju të ruheni prej haramesh, sepse kështu arrini mëshirën e Zotit? Fahri Raziu thotë se me këta jetë janë thënë fjalë shumë të bukura. Është treguar në radhë të parë qëllimi i dërgimit të pejgamberëve, paralajmërimi i ummetit me ndëshkimin e Zotit, pastaj është treguar qëllimi i paralajmërimit, ruajtja nga gjërat e veprimet e ndaluara dhe arritja e mëshirës së Zotit. Fjalët e Nuhut janë thënë bukur që t'i bënte përshtypje kombit, sepse kur jepen këshilla me fjalë të bukura, ato bëjnë përshtypje edhe më të madhe. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
Këshillat e Nuhut nuk u bën përshtypje atyre dhe ata e përgënjeshtruan atë. Ne me madhërin toni shpëtuam atë dhe ata që ishin bashkë me të anije, kurse ata që i përgënjeshtruan ajetet tona i mbytëm sepse ata ishin një kombi verbuar. Ata nuk e shikonin të vërtetën dhe ai verbimu solli atyre rrezikun. Bejzaviu dhe Medarik i thonë se në anije kanë qenë 80 veta, 3 ishin djemtë e Nuhut, Hami, Sami dhe Jafethi, të tjerët ishin prej atyre që kishin besuar. Në librin Fathul Bayan tregohet se i madhi Nuh e ka mbaruar ndërtimin e anijes për 2 vjet. Ka hypur në anijen ditën e 10 të muajit Rexheb dhe ka zbritur ditën e 10 të muajit Muharram, domethënë ata kanë qëndruar në anije 6 muaj. Zoti tregoi shkurtimisht fjalimet e Nuhut me kombin e vet për treguar edhe ndodhin e të madhit Hud. Zoti urdhëron e thot: "Wa ila adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, afala tattaqun." قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Edhe te kombi Ad, pasi ata dolën prej udhës së drejtë dhe ndrejqja e tyre u bë nevojë, dërguam vëllain e tyre Hudin si profet për t'i prur ata në udhën e drejtë, i cili duke i shfaqur dhe mshurinë që kishte për ta u tha: "O kombi im, adhuroni vetëm Zotin, sepse ai ju ka nxjerrë në dritë dhe ju ka plotësuar juve, prandaj adhurimin bëjeni vetëm për të. Veç ati s'ka të adhuruar tjetër, prandaj keni detyrë t'i besoni atij e të veproni me sheriatin që ka vënë ai. Mohoni se është vetëm një Zot dhe nuk e keni frikë ndëshkimin e tij." Pasi dëgjuan këto këshilla, disa prej parisë së kombit që ishin qafir i thanë: "Ne të shohim ty në një mari dhe kujtojmë se je prej gënjeshtarëve." Kombi Adit banonte në Ahkaf, ndërmjet Ammanit, Hadramotit dhe Yemenit. Bejzaviu thot se Hudi është prej barkut të 9 të Nuhut. "Qale ya qaumi laysa bi safaha, walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballigukum risalati rabbi, wa ana lakum nasihun amin. Aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum." I madhi Hud, thënie së kombit, ju përgjigje i tha: "O kombi im, te unë s'ka marrëzi, por unë jam i dërguar prej Zotit të gjithësisë dhe për t'ju drejtuar juve, unë ju komunikoj juve dispozitat e Zotit tim dhe jam për ju një këshillues i sinqert. Nuk jam gënjeshtar, apo habiteni pse i ka ardhur zbulesa wahyi i Zotit njërit prej jush që t'ju paralajmëroj me ndëshkimin e Zotit. Unë jam këshillues, dashamirës për ju dhe ju e keni detyrë t'i pranoni këshillat e mia sepse flas për dobin tuaj dhe ju i dini mirë çiltërsinë dhe drejtësinë time sepse jam rritur ndër ju. Atëherë përse e shikoni gjithmadhe ardhjen e zbulesës wahyit prej Zotit tek unë?" Kështu mundua ai t'i sillte ata në udhën e drejtë. "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhi wa zadakum fil khalqi bastatan tadhkuru ala illahi la'allakum tuflihun." Kujtojeni që Zoti ju ka prur juve pas kombit të Nuhut në vend të atyre dhe ju ka krijuar më të mëdhenj e më të fuqishëm se të tjerët. Këto mirësi ju ka falur Zoti. Kujtoni pra mirësitë e tij dhe kështu të shpëtoni. Kuptimi: kujtojini e përmendini mirësitë e Zotit që kështu të besoni e të bëni punë të mira. Hiqni dorë nga adhurimi i idhujve, sepse idhujt nuk sjellin as dëm as dobi. Hiqni dorë nga ky zakon i keq dhe adhuroni Zotin që të arrini lumturinë. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Kombi i tha Hudit: "Ana ke ardhur që ta adhurojmë vetëm një Zot, vetëm e të lëmë idhujt që adhuronin prindërit tan, pra nëse je i vërtet në fjalët që thua na e sill atë ndëshkim me të cilin na frikson." قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. I madhi Hud e hoqi shpresën dhe u bind se ata nuk do të vinin më në fe, prandaj tha kombit të tij: "U bë që të meritoni ardhin e ndëshkimit e të zemërimit prej Zotit tuaj, qysh bëni polemik me mua për ato shtatore që ju dhe prindërit tuaj i quani Zota? Unë ju bëj thirrje të adhuroni Zotin e vërtet, kurse ju më thoni se shtatoret tuaja janë më të shtrenjta për ju dhe nuk mund t'i lini? Po për ata emra me të cilët ju i thrisni ata s'ka zbritur asnjë argument prej Zotit që ju të mbështeteni mbi të. Prandaj priteni zbritjen e ndëshkimit të Zotit mbi ju dhe edhe unë jam në përgjim të atij ndëshkimi së bashku me ju." فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Pra, ne me mëshirën tonë e shpëtuam Nuhun bashkë me besimtarët që ishin me të, u prem rënjët atyre që përgënjeshtruan ajetet tona dhe nuk ishin besimtar, mu'min. Mufesirët interpretuesit e Kuranit thonë se ndodhia e kombit të Hudit është shkurtimisht si vijon.
Kur ai komb filloi të adhuroj idhujt dhe të bënte të këqija ndaj popujve të tjerë, Zoti dërgoi te ata të madhin Hud për t'u ndrequr atyre moralin dhe për t'i udhëzuar ata në rrugën e vërtet, mirëpo ata nuk u avun veshin këshillave të Hudit dhe kështu merituan dëshkimin. Atëherë Zoti me madhërinë e vet u apreu shiun për 3 vjet rresht dhe pllakosi një zi e madhe. Në atë kohë ishte zakon, si për besimtarët ashtu edhe për qafirët, që kur ata kishin ndonjë problem, shkonin në Mekë dhe luteshin. Kombi Hudit zgjodhën 70 veta nga paria dhe i çuan në Mekë për të lutur që t'u largohej zia e bukës. Mekën e sundonte Muawija ibn Bikri, nëna e cilit ishte prej kombit të Hudit, dhe meqense ata e kishin Nip bin Bikrin, ndenjën një muaj si bujtës tek ai. Pastaj erdhën në Mekë, ku filluan të luteshin që t'u ngrihej zia e bukës. Në atë çast u dukën 3 re. Njëra e zezë, njëra e kuqe dhe tjetra e bardhë. Ata pëlqyen njërën nga ret dhe u lutën që ajo t'i u iste tokat e tyre me shi. Zoti e çoi atë re në vendin e tyre. Prej asaj reje doli një erë shumë e fortë që i përplaste ata sa në një anë në anën tjetër, derisa u zhdukën në përrër dhe nuk shpëtoi asnjëri prej tyre që tregonte për shokun përveç të madhit Hud dhe besimtarëve. Vetëm këta shpëtuan prej asaj fortune të rreptë dhe shkuan në Mekë, e kubanuan deri në fundin e jetës së vet. Në librin Fethul Bejan thuhet se ardhja në dynja e të madhit Hud ka ndodhur 800 vjet pas Nuhut dhe sa i ka jetuar 460 vjet.